Nuk e di, s'kemi parë në vend të botës, nuk e di që të ketë trotuar 20 cm. Nuk e di ku mund të kalojnë njerëzit. Tani është më keq se sa ka qenë. Për një arsye thjesht. Rruga e zgjeruar, makinat do lëvizin, fëmijët shkojnë në shkollë, do rrezikojnë jetën fëmijët. E dyta, rruga është ngritur mbi nivel, nuk është gërmuar siç ka rregull për të gërmuar dhe të mbushet, po përkundërzi është ngritur sipër dhe gjithë ujërat do shkojnë nëpër shtëpiat e njerëzve dhe do krijojnë përmbytje. Edhe në mal nuk bëhet këllë rrugë. Jo një bashki që ne paguajmë taksat, paguajmë gjitha detyrimet, dhe rruga ka e ngushtuar dhe e zgjeruar. Pra ata kalamaj, pra ata fëmijë që na dalin në rrugë, kush na përgjigjen ne mishën makina. Avllijat janë njët me trotuarin, gabinat e ujit janë mes rrugës, çullat elektrike janë mes rrugës, dhe ne ku të ankohemi, ku të jemi të drejtë që të vini një rrugë të kënaqë syrin me pamër, jo për makinë, pa ata fëmijët vetë që do heci, për ne të moshuri që do dalim ke varrezat. Trotuarit do kërkojmë rrugë, do qim asnjë gjë tjetër, ne s'kërkojmë tjetër. Kto kisha? Era 2 që dalim, se televizojmë shoqërinë, ato televizojmë mediat, kryetarja e bashkisë do ta dije, paguajmë taksat, paguajmë aty, paguajmë gjitha. Tu s'ka gjelbrim, as ndërqim, as pastrim, as ka zonë, as gjë. Ju kërkoni. Ku na i vjedhin ne valla gjitha. Po s'ka si ka zënë me durin as nuk ka. Ky fenomen në fakt unë mendoj mbi të gjitha, përveç se është moral, është dhe ligjor, sepse tash mbi të gjitha është dhe ekonomik. Se të gjitha këto bëhen bashkë dhe prandaj vjen një moment që thuhet stop më se nuk ka kuptim. Kjo është e pa kuptim kjo që ndodh. Në çdo rrugë që është e projektuar për qytetin e Durrësit ka gjithmonë këto probleme. Gjithmonë që nuk janë llogaritur përmbytjet, nuk janë llogaritur ku do kalojnë fëmijët, nuk llogaritet edhe as kuotat asgjë. Dhe atëherë çfarë duhet bëjmë? Me të drejtë qytetarët sot janë të merakosur sepse bëhet fjalë për jetën e tyre. Fasada dhe propaganda politike duhet marrë fund, duhet jemi serioz me investimin, këto janë investime publike, janë me paratë e tyre, janë me taksat e dursakëve, dhe këta nuk duhet të tallen me taksat e dursakëve. Unë mendoj që ky trotuari nuk kushton aq shumë, 3 shishe vere të Gysa Gasit bashkë me Mirjana Sakon e Medi Ramën, aq besoj se janë këto trotuare.